Në fillim të vjeshtës, ka njerëz që zgjohen dhe ndihen ndryshe. Një lodhje e pashpjegueshme i ndjek gjatë ditës, fyti u irritohet papritur, ndonjë dhembje e muskujve shfaqet pa paralajmërim dhe imuniteti i tyre duket sikur rrëzohet në mënyrë dramatike. Njeriu pyet veten me shqetësim, çfarë po më ndodh? Pse sa fillon freskia e stinës, trupi im dorëzohet kaq shpejt? Është një ndjesi e pakëndshme, pothuajse negative, sepse vjeshta dhe dimri nuk sjellin vetëm rrënkim temperaturash, sjellin rrënkim të organizmit. Dhe ajo që e bën situatën edhe më intriguese është fakti që shumica e njerëzve e përjeton, por askush nuk e kupton plotësisht sepse ndodh. Pse imuniteti bie? Pse organizmi duket më i brisht? Pse edhe njerëzit pa probleme shëndetësore fillojnë të ndihen më të dobët? Kjo është historia që do të shpaloset. Kur vjeshta troket, trupi ndryshon ritmin. Në momentin që vera mbaron, trupi nuk është më në të njëjtin funksion biologjik. Drita zvoglohet, dielli shfaqet më pak, dhe ritmi cirkadian, ai që kontrollon orën e brendshme biologjike, fillon të çrregullohet. Kjo orë e brendshme kontrollon gjumin, humorin, prodhimin e hormoneve, temperaturën e trupit, aktivitetin e qelizave imunitare. Me më pak dritë, ky mekanizëm vihet nën stres. Në mënyrë të ngadalt, por të qëndrueshme, imuniteti fillon të ulet. Nuk vjen si stuhi, nuk shfaqet me njëherë, por fillon si një tronditje e vogël në sistemin imunitar, që me ditët e para të vjeshtës përhapet në të gjithë organizmin. Melatonina rritet, por imuniteti bie. Me më pak dritë, trupi prodhon më shumë melatonin, hormonin e gjumit. Melatonina është e dobishme natën, por kur rritet shumë, e bën njeriu të ndjehet më i lodhur, e bën më të vështirë zgjimin, e ngadalson metabolizmin dhe ul aktivitetin e qelizave imunitare. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz në vjesht fillojnë të flenë më shumë, më rënd dhe prapë zgjohen të lodhur. Kjo lodhje nuk është thjesht emocionale, është biologjike. Trupi hyn në një ritëm më të ngadalt, më të rënd dhe për këtë arsye aftësia e tij për të mbrojtur bie. Vitamina D, mburojgja që humbet dielli. Është burimi kryesor i vitaminës D, një vitaminë thelbësore për forcën e imunitetit. Në vjeshtë dhe dimër, dielli del më pak, rrezet UVB janë më të dobta, lëkura prodhon shumë më pak vitaminë D. Vitamina D është një komandante e qelizave imune. Ajo aktivizon ato qeliza që sulmojnë viruset, bakteret dhe patogjenët. Kur kjo vitaminë mungon, sistemi imunitar bëhet më i ngadalt, më pak i saktë dhe më pak efikas. Njeriu nuk e vëren me njëherë, por pas disa javësh fillon të shfaqen lodhja, infeksionet e shpeshta, dhimbjet e fytit, viruse që përsëritan. Në dimër, kjo mungesë bëhet edhe më e thellë. Temperaturat e ulta ndikojnë drejt për drejt në trup. Kur temperaturat bien, trupi fillon të mbledh gjakun drejt organeve të brendshme për t'i mbrojtur. Kjo do të thotë se indet e hundës të fytit marrin më pak gjak, më pak oksigjen dhe më pak qeliza imunitare. Mukoza e fytit thahet, hundët bllokohen më lehtë dhe qelizat që luftojnë viruset lëvizin më ngadal. Për pasojë, viruset kapen më shpejt, ftohjet bëhen më të shpeshta, gripi përhapet më lehtë, infeksionet marrin më shumë kohë të shërohen. Dimri nuk sjell vetëm të ftohtë, sjell një terren perfekt për viruset. Viruset bëhen më të fortë në të ftohtë. Shumë viruse, përfshirë virusin e ftohjes dhe gripin, e duan temperaturën e ulët. Ato mbjetojnë më gjatë jashtë trupit në ajër të ftohtë dhe të thatë. Kjo do të thotë se qëndrojnë më gjatë në duar, në sipërfaqe, në ajër, në hapësira të mbyllura. Në vjeshtë e dimër, njerëzit kalojnë më shumë kohë brenda, në ambiente të ndrohta, por pa ajrosje. Kjo krijon një mikpritje perfekte për viruset. Edhe një virus i zakonshëm në dimër bëhet shumë fish më i rrezikshëm vetëm sepse ambienti e favorizon. Stresi sezonal, armiku i padukshëm. Kur ditët bëhen të shkurtra, humori të njeriut i bie niveli. Ka më pak dritë, më pak energji, më pak dëshirë për lëvizje. Kjo shkakton rritje të kortizolit, hormonit të stresit. Kortizoli dobëson qelizat imunitare, ul prodhimin e antitrupave, ndikon në cilësinë e gjumit, shkakton inflamacion të brendshëm. Rezultati, një trup i stresuar është një trup i pambrojtur. Shumë njerëz mendojnë se po ngrihen me nerva në dimër. Në të vërtetë, është stresi biologjik sezonal që po i dobëson. Gjumi çrregullullt, çarja e madhe në sistemin mbrojtës. Me ndryshimin e orëve të dritës, orët e gjumit çrregullohen. Disa flen më shumë, disa më kak, disa flen më keq. Gjumi çrregullut është një nga arsyet kryesore që imuniteti bie.
Gjatë gjumit, trupi prodhon citokina, proteinat që njoftojnë qelizat imunitare për të luftuar viruset. Pa gjumë cilësor, citokinat prodhohen më pak, dhe trupi zgjohet më i pambrojtur se një natë më parë. Tharja e ajrit në ambiente të mbyllura. Dimri sjell ngrohje, kondicioner dhe temperatura artificiale. Ajri bëhet i thatë. Mukoza e hundës dhe fytit thahet. Qelizat imune nuk lëvizin më lirshëm. Viruset kalojnë më lehtë përmes indeve të thata. Fyti irritohet, hunda mbyllet, mbrojtja natyrore bie. Organizmi bëhet më i prekshëm vetëm nga fakti që po jeton në ajër të thatë. Të ushqyerit ndryshon në dimër, më pak vitamina, më pak mbrojtje. Në dimër, shumë njerëz konsumojnë më pak fruta të freskëta, më pak perime, më pak ushqime të pasura me antioksidant, më shumë brumra, më shumë sheqer, më shumë ushqime të përpunuara, më shumë ushqime të ngrohta, por të varfra në vitamina. Kjo e varfëron trupin me vitamin C, antioksidant, zink, vitamina të grupit B, fibra, minerale. Në mungesë të këtyre, sistemi imunitar punon me rrogë të ulët. Mungesa e aktivitetit fizik, një blokad për imunitetin. Kur vjen e ftohta, njerëzit lëvizin më pak, qëndrojnë më shumë brenda. Ecjet zvogënohen, stërvitja dobësohet, por muskujt janë një burim i madh i molekulave antiinflamatore. Kur lëvizja bie, edhe këto molekula bien. Një trup që nuk lëviz dot, nuk mbron dot. Sistemi imunitar i vjeshtës dhe dimrit, një sistem nën presion. Në përmbledhje, në vjeshtë e dimër, trupi përballet me një kombinim të rrezikshëm faktorësh, më pak dritë, më pak vitamin D, më shumë melatonin, më pak energji, më pak gjumë cilësor, më pak citokina, temperatura të ulta, më pak qeliza imune në hundë e fyt, ajër i thatë, më shumë irritim, më shumë kohë në ambiente të mbyllura, më shumë viruse, stres sezonal, më pak mbrojtje, dieta e varfër, më pak lëndë ushqyese, mungesë aktiviteti, muskuj më të dobët, viruset e forta që qarkullojnë më shumë. Në këtë përzierje shkencore, imuniteti bie natyrshëm dhe trupi duket sikur humbet luftën para se të fillojë. Pse njerëzit sëmuren më shpesh? Sepse sistemi imunitar është i lodhur, sepse viruset janë më të forta, sepse ambientet janë më të mbyllura, sepse trupi nuk merr vitaminat e duhura, sepse njerëzit kanë më pak energji, sepse gjumi është më i dobët, sepse temperatura e ulët e ngadalson qarkullimin. Dimri nuk është thjesht stin, është presion biologjik. Qelizat imunitare nën stres. Çfarë ndodh brenda trupit? Kur këto faktorë kombinohen, qelizat imunitare shumohen më ngadalë, lëvizin më ngadalë, dallojnë më vështirë viruset, prodhojnë më pak antitrupa, krijojnë më shumë inflamacion, kanë më pak energji mitokondriale. Kjo do të thotë se trupi nuk reagon me të njëjtën shpejtësi si në pranverë apo verë. Pse dimri sjell rikthim të sëmundjeve të vjetra? Njerëzit me astëm, alergji, reumatizma, probleme sinusale, infeksione të përsëritura të fytit e ndjejnë dimrin shumë më rënd, sepse inflamacioni rritet dhe imuniteti bie. Një detaj i vogël por i rëndësishëm, mikrobiota e zorëve ndryshon me stinët. Stina e ftohtë ndryshon ushqimin, kjo ndryshon bakteret e mira të zorëve, dhe mbi 70% e imunitetit vjen nga zorra. Sa herë mikrobiota ndryshon, edhe imuniteti vuan. Në fund të fundit, pse bie imuniteti në vjeshtë të dimër? Sepse trupi hyn në një periudhë të vështirë biologjike. Drita bie, vitamina D bie, gjumi çrregullohet, stresi rritet, aktiviteti ulët, ajër i thatë, temperaturat e ulta, viruset e forta, dieta e dobët, mikrobiota e ndryshuar, inflamacioni i shtuar dhe më pak qeliza imunitare aktive. Imuniteti nuk bie rastësisht, bie sepse trupi po përballet me stinën më të vështirë të vitit.